Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shtyrë për herë të tretë hetimet ndaj ish-zëvendësit kryeministrit Arben Ahmetaj, duke i dhënë vetes një afat deri në 23 qershor për të mbledhur provat e nevojshme në këtë dosje të bujshme. Ahmetaj akuzohet për veprat penale, pastrimit të parave, fshehjes së pasurisë dhe korrupsionit pasiv. Hetimet ndaj ish-zyrtarit të lartë nisën fillimisht me rolin e tij në aferën e inceneratorëve, veçanërisht në inceneratorin e Tiranës, por më pas u zgjerua në një hetim të thellë pasuror. Ahmetaj, i cili ndodhet në Arrati që korriku të vitit 2023 u shpall në kërkim nga prokuroria e posaçme pasi dyshohet se gjatë kohës që mbante poste ministrore ka marrë vendime që favorizonin sipërmarrës të përfshirë në koncensione të dyshurimta. Si pjesë e hetimeve pasurore ndaj tij, SPA ka vendosur në sekuestro 2 vila, disa apartamente dhe llogari bankare që dyshohet se janë përfituar në mënyrë të palishme, pavarësisht se ka kaluar një kohë e konsiderueshme që nga shpallja e tij në kërkim, Ahmetaj vijon të mos bjerë në duart e autoriteteve, ndërsa SPA po përpiqet të përmbyllë hetimin duke siguruar prova shtesë mbi aktivitetin e tij të dyshuar kriminal.